Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramazani vjen gjithmonë në kohën e duhur, në momentin e sakt. Vjen atëherë kur jeta na ka lodhur plotësisht, kur ëndrat tona na kanë raskapit, kur kemi arritur kufirin e vrapimit dhe të lodhve. Ramazani vjen ndërsa ne zvaritemi nga lodhja brenda vetes, dhe ditët na kanë thithur shpirtin derisa pothuajse jemi shuar tërësisht. Është një udhtim besimi se Allahu nuk I humb kur njerëzit e vet. Është një furnizim për gjithë vitin, pasha Allahun e madhëshëm. Ramazani kemi në prag, andaj punoni, përgatituni, planifikoni, që ta shfrytëzoni atë në mënyrën më të mirë të mundshme, që ta mbushni shpirtin tuaj me energji pozitive, trupin tuaj me shëndet të bollshëm, jetën tuaj me qëllime fisnike dhe rrethin, shoqërinë, familjen ku ju jetoni me energji pozitive. Allahu I madhëshëm na dhasht ymër që ta mbrim këtë Ramazan duke e lutur atë gjithashtu që të na inspiron për ta kaluar këtë Ramazan ashtu siç është I kënaqur ai, në formën më të mirë të mundshme, përfituar kënaqësinë e tij dhe për qenë Allahu I madhëshëm vazhdimisht I kënaqur me ne, me qëllimet tona, mendimet tona, veprimet tona dhe I mëshirshëm dhe falës për mangësitë dhe gabimet tona. Allahu na I pranoftë adhurimet, Allahu na dhash mundësi të arrijmë Ramazanin dhe ta kalojmë si është më smiti. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.